Shikues të nderuar, sot në vijimësitë e emisionit tonë apo ciklit të emisioneve tona aty ku shkelën profetët, do të vazhdojmë historinë tonë në Bedër, në fushën e madhe, në betejën e madhe, në ato momente ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët e tij dhe me fenë që ai përfaqësonte me Islamin do të përballej për herë të parë zyrtarisht me kufrin I cili vinte me orientim nga Mekka. Me atë ditë të vështirë kur familjarët do të përballeshin me njëri tjetrin për të ngritur lart fjalën Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Le të vazhdojmë rrugtimin ton në këtë vend ku Allahu subhanahu wa taala I dha një sjarriq të madh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ngriti lart famën e Islamit në të gjithë gadishullin arabik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi I takon vetëm Allahut krijuesit të gjithësisë, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, sot jemi në vendin ku është zhvilluar betejë e Bedrit. Sallallahu alaihi wasallam u përgatit me shokët e tij, me sahabët e tij dhe erdhi pikërisht në këtë vend për t'i zënë pritën karvanit që po vinte nga Shami për të shkuar drejt Mekës, I cili ishte udhëhequr nga Ebu Sufjani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me armatën e tij që kishte përgatitur për t'i zënë pritë Ebu Sufjanit me karvanin e tij, rrugës duke ardhur këtu, Ebu Sufjani informohet se pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij po vinin për t'i zënë prit këtu. Atëherë ai çon një lajmëtar banorëve të Mekës, Kureshëve dhe thotë që Muhamedi bashkë me shokët e tij po bëjnë një prit për të marrë tërë pasurinë tuaj. Se siç dihet nga historia islame, Ebu Sufjani ose karvanet kur udhtonin nga Shami për në Mekë ose të anasjelltash bënin tregti edhe për banorët e tjerë ose tregtarët e tjerë të Mekës. Kështu banorët e Mekës, Kureshët e asaj kohe organizohen të gjithë për të ardhur në këtë vend për të luftuar me Muhamedin, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të, dhe për të ruajtur pasurinë e tyre. Ndërkohë Ebu Sufjani si strateg dhe njohës I mirë I shkretëtirës, ai ndoqi rrugën tjetër që është në bregdet të këtij vendi ku jemi, duke jetuar rreth 100 kilometra nga këtu ku jemi. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arriti këtu ku jemi ne, në këtë vend ku jemi, Ebu Sufjani arriti në Mekë. Mirë po Kureshët kishin dalë nga shtëpia e tyre dhe kështu që tradita e kërkonte dhe orientonte që në momentet që ata dilin nga shtëpitë e tyre nuk mund të ktheheshin më mbrapsht në shtëpi, domethënë se ishte edhe një mungesë e burrërisë dhe trimërisë që njihej asaj kohe. Në këtë periudhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fushuar pikërisht këtu ku jemi ne.
Në këtë vend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me gjithë sahabët e tij kanë qëndruar këtu dhe xhamia që ne kemi në përballë nesh është xhamia që është falur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, dhe quhet xhamia El Aris. Sot është ndërtuar aty një xhami. Meka në pozicionin që ne jemi tani është në krahun e djathtë tonin, ndërsa Ebu Sufjani bashkë me shokët e tij po vinte nga ana tjetër e Shamit, domethënë e Sirisë së sotme. Duke fushuar këtu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe siç e shikoni sot kjo lugin ku ne jemi është e gjelbër dhe ka qenë dhe asaj kohe me 3 puse që kanë qëndruar në atë vend. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka fushuar këtu bashkë me sahabët e tij, dhe ditën që Kurejshët kanë bërritur në këtë vend dhe kur është përgatitur dy luftimi i madh midis muslimanëve dhe Kurejshëve, do të muslimanët kanë qëndruar në pozicionin që ne jemi tani dhe Kurejshët kanë qëndruar në anën tjetër të kësaj lugine. Kur betejë u përgatit, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam bashkë me sahabët e tij i mbuluan puset me ujë të cilët ndodheshin më në mes të luginës, për arsye që Kurejshët pasi kishin pasur një rrugë të gjatë nga Meka deri në këtë vend në Bedër ku ne jemi aktualisht, ishin lodhur, ishin raskapitur, gjithashtu edhe kafshët e tyre që kishin udhëtuar natyrisht ishin të raskapitura. Në këtë momente pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i orientonte sahabët e tij nga ky vend ku ne jemi tani për të bërë dy luftime, dhe ne dimë dy luftimin traditën e arabëve të asaj kohe, ku dalin 3 nga Kurejshët dhe 3 nga muslimanët për të luftuar me njëri tjetrin, ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nxorri njerëzit e tij më të afërt dhe Kurejshët nxorën njerëzit e tyre më të fortë. Natyrisht triumfi i parë, betejë muslimanët e asaj kohe, një betejë mjaft e ashpër, një betejë në të cilën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam bashkë me shokët e tij sakrifikoi shumë për të qëndruar aty. Mirëpo në këtë periudhë të vështirë, muslimanët arritën të triumfonin dhe në këtë betejë të madhe ranë dëshmor 14 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ndërsa gjithashtu nga Kurejshët u vranë shumë njerëz, shumë banor, dhe njëkohësisht aty ranë dhe shumë robër, ku pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i orientoi dhe i sugjeroi atyre që donin të ishin të lirë të mësonin njerëzit e Medinës shkrim dhe këndim që ata të merrshin lirinë e tyre. Kjo betejë ashpër midis muslimanëve dhe Kurejshëve i dha mundësinë besimtarëve të asaj kohe të ngrihen lart moralisht, ku Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin Kerim: kujtoni ditën në cilën ju ishit poshtruar dhe Allahu subhanahu wa taala u ndihmoi që të ngriheni lart në pozitë dhe të krenoheni në arabe. Ne do të ndalojmë këtu emisionin ton, ose do të ndalojmë këtu rrugtimin ton në vendet e shenjtë ku ka shkelur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ku kanë shkelur sahabët, në të vend ku Allahu subhanahu wa taala i mundsoi muslimanëve që të triumfojnë pas një lufte, pas një vështirësie të madhe. Ne do vazhdojmë në emisionin ton të ardhshëm për të folur për diturinë, rëndësinë e saj dhe çfarë na sugjeron feja islame. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na falet, na mëshiroj dhe në xhenetet e larta të na bashkojë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe me njerëzit e mirë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na pranoj punët, paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Një humbje të madhe
Shikues të nderuar, betejë e madhe, luftë e madhe, sakrificë e madhe për hatër të Allahut, krijuesit gjithësisë. Të afërmit luftonin me njëri tjetrin. Dikush dëshironte të triumfonte fjala la ilaha illallah, dikush dëshironte të triumfonte fjala e kufrit, për të besuar dhe për të mbështetur gurin, Latin dhe Uzzin, krijesat të cilat ata i krijuan me duart e tyre dhe i luteshin atyre. Mirpo Allahu subhanahu wa taala i dha një mësim të gjithë atyre njerëzve të cilët e luftuan Allahun. Atë ditë ku Allahu subhanahu wa taala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bashkë me ju, ishin luftëtarë të cilët ju nuk i shikonit, mirpo Allahu subhanahu wa taala i solli ata, armiqtë e ju i shikuan ata, u tmerruan dhe besimtarët fituan në këtë betejë. E lutim Allahun e madhëruar që nga kjo betejë e madhe besimtarët musliman të marrin orientim, të motivohen se sa të jenë të shtypur, do të vijë një ditë, do të fitojnë lirinë e tyre. Sado që të vuajnë, do të vijë një ditë që drejtësia do të vendosen në vend. E lutim Allahun subhanahu wa taala na falë, na mëshiroj dhe në rrugën e drejtë na udhëzoj. Deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju.